Kujdesi ndaj prindërve. Bismillahirrahmanirrahim. Dhe ne frymëzuam nënën e Musait duke i thënë jepi gjia ti, por kur të friksohesh për të atëherë hidhe në lumë dhe mos ki frikë dhe as mos u pikëllo, sigurisht që ne do ta sjellim atë përsëri tek ti dhe do ta bëjmë atë prej të dërguarve tanë. Surja Kasas, ajeti 7. Allahu i Madhërisëm përmes këtij citati kuranor njofton se e ka inspiruar nënën e Musait duke treguar një shenjë se ky fëmijë do të jetë një person i rëndësishëm dhe praktikisht pejgamber. Prandaj pavarësisht rrethanave, Allahu i Madhërisëm do të krijojë kushtet që situata të jetë në favor të nënës së Musait dhe të vet Musait alayhis salam. Nëna Musait e ushqente djalin e saj me qumsht gjiri dhe pastaj e vendoste në një ark të cilën e lëshonte në lumin Nil dhe e lidhte. Mirë po një ditë ajo kishte harruar ta lidhte arkën, kështu që lumi e barti dhe çoi deri te pallati mbretëror, ku familja e faraonit e gjeti dhe e mori Musain duke vendosur në familjen e tyre. Kur nëna Musait shkoi te lumi për ta marrë djalin e saj për ta ushqyer, nuk e gjeti dhe natyrisht u pikëllua dhe kaploi shqetësimi. Këtë gjendje Allahu e përshkruan Kur'anin famlar duke thënë: kjo pjesë nga ky citat është thelbi i kësaj ligjërate. Allahu i Madhruar përshkruan gjendjen emocionale të nënës për fëmijën e saj në mënyrë praktike. Kjo tregon se nëna është shpirtërisht dhe emocionalisht e lidhur ngushtë me fëmijën e saj. Kjo e shtyn nënën të qëndrojë pa gjumë gjatë natës dhe të angazhohet gjatë gjithë ditës për kujdesin ndaj tij. Kjo rutinë dhe sakrificë e përcjellin nënën vazhdimisht, derisa fëmia është i mitur, por edhe kur ai rritet, nëna ndjen mungesën e tij në varësi të ndjeshmërisë së saj. Dhe babai është emocionalisht i lidhur me fëmijën, por në një shkallë më të ulët se nëna dhe nuk e shpreh atë ndjenjë, pasi babai është më rezistent dhe më i qëndrueshëm. Këtë dallim na mëson Kur'ani. Prandaj, gjitha ajetet e Kur'anit që vijnë me porosi që të kemi kujdes ndaj prindërve. Zoti ka dhënë urdhër të prerë që të kujdesemi ndaj prindërve dhe të jemi të mëshirshëm dhe të dashur me prindërit tanë dhe të mos i braktisim ata. Për të kuptuar realitetin e situatës mund të sjellim shembuj të ndryshëm, si shembulli i rastit të Xhurejxhit, i cili ishte një adhurues i devotshëm kohën pas Isait dhe para Muhamedit alayhis salam. Në atë kohë çdo musliman e adhuronte Allahun e plot fuqishëm në falturën e tij. Ebu Hurajre, Allahu qoftë i kënaqur, pej tij na ka thonë: nuk ka folur në djep përveç 3 persona, Isa i biri i Mejremes, fëmia i rrëfimit të Xhurejxhit dhe një fëmijë tjetër që është përmendur në një transmetim tjetër. Pejgamberi alayhis salam tha: Xhurejxhi ishte një njeri i devotshëm që kishte ndërtuar një kasolle, një falturë ku adhuronte Allahun. Një ditë ndërsa ishte duke u falur, e ema tij erdhi dhe thirri: o Xhurejxh. Ai tha: o Zoti, ti përgjigjem nënës sime apo të vazhdoj namazin? Ai vendosi të vazhdoj të falej, ndërsa nëna e tij u largua. Të nesërmen ajo shkoi përsëri dhe thirri Xhurejxhin ndërsa ai ishte duke u fal. Ai tha: o Zot, ti përgjigjem nënës apo të vazhdoj të falem? Ai vendosi të vazhdoj namazin ndërsa nëna e tij u largua. Nesërmen ajo erdhi përsëri dhe thirri: o Xhurejxh. Ai tha: o Zot, të i përgjigjem nënës apo të vazhdoj me namaz? Ai vazhdoi të falej dhe nëna e tij u lut duke thënë: o Allah, mos ja merr shpirtin derisa ai të shoh fytyrat e imoralëve. Benu Israelitët e kujtonin Xhurejxhin për të mirë. Në mesin e tyre ishte një grua e dalluar për bukuri të rrallë, e cila u tha atyre: nëse doni mund ta provokoj Xhurejxhin. Ajo përpiqej ta provokonte, por ai nuk e shikoi atë. Ajo shkoi te një bari që shëtiste afër faltorës së Xhurejxhit dhe e provokoi atë. Bariu e përvetsoi dhe bëri amoralitet me të, duke lënë gruan me barr. Kur ajo lindi fëmijën, tha: ky fëmijë është me Xhurejxhin. Populli shkoi te Xhurejxhi, e nxorën nga kasolla, katruan atë dhe filluan ta godasin. Ai pyeti: për çfarë po veproni kështu? Ata i thanë: ke bër imoralitet me këtë të përdal dhe si rezultat ka lindur një fëmijë me ty. Ai tha: ku është fëmia? Kur ja sollën fëmijën, ai kërkoi të falet. Pasi përfundoi namazin, ju afroi fëmijës, e preku në bark stomak dhe pyeti: o voglush, kush është babai yt? Fëmia u përgjigj: filan bariu. Tha pejgamberi alayhis salam: populli ju afrua Xhurejxhit, e përqafonin dhe preknin për begati duke thënë: do ta ndërtojmë falturën tënde nga ari. Ai u përgjigj: jo, rindërtojeni ashtu siç ishte nga balta. Ata e ndërtuan falturën ashtu siç ishte qenë. Nga ky rrëfim nxjerrim mësime të shumta, nga të cilat vlera e madhe e respektimit të prindërve, veçanërisht e nënës, është e qartë dhe kujdesi për ta duhet të jetë prioritet para namazit vullnetar. Nëse prindërit e thrasin fëmijët gjatë namazit vullnetar, ai duhet ta ndërpres namazin për t'u përgjigjur atyre. Nëse është në namaz farz, ai mund ta shkurtojë atë. Mos respektimi i prindërve është mëkat dhe mund të sjellë sprova dhe pasojat e saj për njeriu.
Nëse Xhurexhi i dha përparësi namazit mbi përgjigjen ndaj nënës dhe për këtë u sprovua, ai do të jetë gjendja e një fëmie që i jep përparësi kënaqësive dhe kopratësive të tij përpara nënës së tij. Mallëngjimi i nënës për fëmijën është i madh dhe i pandashëm. Ndaj është e rëndësishme që të jemi pranë saj për herë. Kuptimi i gjërave dhe dhënia prioritet atyre që janë më të rëndësishme është një dhunti hyjnore, por gjithashtu një shkatësi që duhet përvetësuar. Mungesa e kësaj vlere mund të çojë në penalizime dhe ndëshkime për njeriu. Nëna duhet të jenë të kujdesshme dhe të shmangin lutjet kundër fëmijëve të tyre, pasi lutjet e prindërve pranohen dhe mund të privojnë fëmijët përjetësisht nga të mirat e dy botëve. Namazi ka rëndësi të madhe te Allahu i madhruar dhe përmes tij Allahu shpëton njeriu në situata të vështira. Edhe pse Xhurexhi u sprovu, namazi i ofroi ndihmë, prandaj duhet të kujdesemi për namazin, sepse çdo sprovë lehtësohet përmes tij. Respekti prindërve është një porosi hyjnore dhe ka shumë citate kuranore dhe hadithe të pejgamberit që flasin për këtë.